të gjithë, vetëm lexojmë zë të lartë se digjet ajo. Edhe pak e të e kemi tjekur kekun, po të tofet. Ka një zarë. Në lodhët? Mja këtë titërë. Artan, përvendos mikrofonin. Në vëndë të vëndë të shumë. I bje një kek, 4 petulla, një lori kafe. 4, 5, u bobo, janë pak në 20, s'pas me këtu, pak në 20 sopja. 15-20 i përgatisje, ka një më kashtë. 15-20, ndërkohë që njëra e prena ashtu tjetër as fusit tjetër. Tjetër, normal. I dhe këto petulla, realisht shumë da masë, nuk ka përshujnë time këto petulla. Ju lutëm, respektoni zarfin. Ju lutëm, respektoni zarfin. Faleminderit shumë, të lutëm një uj. Mateo! Mateo! Gimbo! Hajde një shpejt! Sa ke bat? Mateo! Erda e se na të shmene. Me që është ta shqiqesin ku të këthejë, se ta se vlova që mështë. Ja, me. Në më thonë ty copa e në me qomështë. Njona për Seline, njona është për ato. Du me Selimu më thëtë u normale. Vesh më të pa di thonë kam për ti. Erda. Mateo! Leje kafen! Aty ku është! Gimbo! Shpejt! Shpejt! More sheqer lutia. Bravo, Mateo! More gjithë. Bravo, si thash! Mateo! Erda e se më shmene. Lere! Lere ashtu si që është kafja! Kemi një zarf, kemi diçka shumë bukur. Shpejt! Shpejt! Jemi të gjithë tu, 1, 2. Shpejt, Mateo! Hajde, Mateo! Bo, sa i loshë. Atere ndigjoni, vini re, banor, vëllaj madh ju njofton se deri në këtë qast, për rreth 2 orë, bashkëpunimi juaj me Fodinin ka pasur një interes të jashtëzakonshëm nga publiku. Kanë ngoritur 107 porosi dhe janë mbledhur gjithsej 112.300 lekë të vjetra. Puna dhe përkushtimi dhe bashkëpunimi juaj po kthehet në një mbështetje reale për nën Luljetën. Vazhdoni kështu, vëllai i madh ju përgëzon. Një duar trokitje për punën tonë dhe vazhdoni sa më shumë për nën Luljetën. Bravo në punë tash, shpejt, çoni punë. Punë, hajde, hajde. Bravo grupi.